çështja Çame, kështu siç kanë ardhur punët, nuk mund të trajtohet si Kosova. Pra ne duhet marrim patjetër, mbi gjitha duhet marrim një falje publike Nga Greqia. Nga Greqia. Pra, duhet që shteti grek duhet ta pranojë që ka bërë genocid. E dyta, ne duhet të marrim të drejtën e vajtjes dhe mos të rikthimit pronës, se për ta ndoshta është e komplikuar, të drejtën e blerjes pronës. Pra duhet fillojmë të kemi një marrëdhënie njerëzore me ato, por duhet patjetër që pronat tona të kthehen dhe nuk është e vështirë të kthehen, sepse me aq sa e kam vizituar unë Filatin, shtëpitë tona janë atje, janë gërmalla. Nuk i kanë ngarë çamt e tjerë shtëpitë e neve që na përzon. Domethënë ti po të shkosh se Filati nuk është më një qytet i lavdishëm, tashmë është një katund. Por po të shkosh atje ishe një gërmallë dhe një shtëpi të ngritur. Ajo shtëpia e ngritur është shtëpia ortodokse. Kjo shtëpia e gërmallë është shtëpia muslimane. Pra, nuk ka qenë Filati e ndarë lagje muslimane, lagje. Po ka qenë përzierë. Ka qenë përzierë sepse nuk kanë pas probleme të natyrës religjioze, nuk ka pas në Çamëri. Pra duhet na japin të drejtën e varreve dhe të drejtën e kthimit të pronave, ose të paktën të fillojmë të japim e të marrim në anën financiare. Dhe pas kësaj të drejtën e zgjedhjes ku do jetojmë. Nana ime ndoshta do me vdek atje, domethënë. Unë ndoshta jo. Sepse jam tani qytetar i tjetër jetë. Por duhet na japin drejtën e të jetuarit. Pra, duhet na japin drejtën e rezidencës dhe pasaportës. Si shtetas të Greqisë, por me kombësi shqiptare, siç e kishim përpara se të vinim në Shqipëri. Kur na sollën në Shqipëri, ne ishim shtetas grek me kombësi shqiptare. Pastaj, ndryshimi i kufive, unë e shoh të pamundur. Atje jeton 90% e popullsisë janë akoma shqiptar, janë të një besimi tjetër, pra janë ortodoks. Gjuha shqipe vazhdon flitet. Mund të gjesh vende ishuj të vegjël që madje edhe shkruhet, jo vetëm flitet. Por derisa fëmijë të moshës 10-12 vjeç flasin shqipe, kjo tregon që gjuha e tyre është kjo. Këndojnë në shqip, jetojnë në shqip dhe vdesin në shqip. Largë emocioneve nacionaliste. Unë po flas si një shqiptar me origjinë dhe me rrënjë tek ajo zonë. Pjesa tjetër pastaj është pjesë politike, por se si do realizohet, unë e kam shumë vështirë ta them. Nëse nuk do ishim në këtë lloj situate gjeopolitike, mund të kishim në një lloj besimi. Por hapin që bërin vitin 94 qeveria Meksi me ministër të jashtëm Fred Sereqin, nuk besoj se do ta realizojmë dot aq lehtë. Është era parë që u ngrit një komision i përbashkët shqiptaro-grek, ku homolog ishte Mitsotakis, ku njoft çështja Çame. Dhe ata e ngritën komisionin për të njohur çështjen e pronave etj. Pastaj u përmbys gjithçka. U përmbys sepse ndodhi në theshtata në Shqipëri. Foto tjetër? Dhe ti kalojmë pak më shpejt. Ja, do të them pak a shumë folën, ky është Filati. Po, është mbajt malit, është malsi. Filati është malsi. Ti je malsor? E kuptova kur shkova në Filat dhe ma tha i me shoqe ke gjithë jetën që më thua malsore, po të gjej më keq. Sa bukur. Kështu sa vesila? Po. Foto tjetër? Ja, këtu janë Muharrem Demin, e ke gjë? Muharrem Demi është ai Sokoli që përmenda është djali i Muharrem Demit. Është njeriu që ka hapur shkollën e parë shqipe në A di ç'është? Çfarë është? Fletore zyrtare 25 tetor 40 dhe zyrat kompetente për regjistrimin të shtetësisë shqiptare të quhet Muharrem Demi. Këtë ta kam gjetur unë fletore zyrtare. Po pra, dhe Muharrem Demi pastaj ka qenë një nga njerëzit e rezistentës. Ti se kishe këtë? Jo, s'e kam pas. Ja, ta dhuroj unë këtë. Fletore zyrtare. Faleminderit shumë. 25 tetor 1940. Andaj do ato të luftës në qeverinë e luftës. Ja, ka dhënë në shtetësinë shqiptare. Lidhur Filat, 1915 i pamartuar banuesë Pandelejmon dhe ardhur në Shqipëri nga Greqia, kështu Pandelejmoni ku ishte? Pandelejmoni është poshtë Markatit, është kjo zona e Livadhias. E Livadhia. Ja, do të thonë gjithë do të thonë dhe dikur në kohë të
Pra Enver Hoxhës nuk i thuaj as Livadhia, po i thuaj Hoxh. Hoxhë? Po. Muharrem Demi është personalitet shumë i madh, ka hap shkollën e parë shqipe në Po jo, çat bie ty në fiks? Ai është vllai i gjyshes time. Vllai i gjyshes sende. Dhe sa i gëzuar jam që sepse domethënë thjesht e gjeta Demi në arkivin tim, e thash do ja vë Kelit aty, por nuk e dija lidhjen. Është një nga të përvluarit e konferencës Tiranës. Dhe ka qenë 56. Dhe kanë çuar në nuk e di sa vjet në Ndroq të internuar dhe pastaj jeta e tij shkoi. Okej, foto tjetër. E njëjta gjë këtu. Do thënë janë kjo është periudha e Italisë. Po? Dhe me siguri tani nuk jam fort. Aty kemi Musa Demi. Ja Musa Demi. Po, Musa Demi. I lidhet rrog. 400 franka ari. Tani nuk e di për çfarë, por Musa Demi është një nga personalitetet më të rëndësishme. Rrog etike që është si pension suplementar që sot Keli. Domethënë Musa Demi është gjyshi i Leonard Demit dhe i Gazmen Demit. Gjyshi direkt. Gjyshi Gazdemi. Gjyshi direkt. Gazdemi e ka këtë? Nuk e di. Nuk e di, po ta dhuroj jepja Gazdemit. Leonardi duhet ta ketë. Nardi ka. Por është një dhe ty çat bie? Është firmetar i pasurisë. Domethënë tani ne jemi kushëri unë me fëmijët e Gazit i bie të jam kushëri i tretë. Dhe kjo është dhe ai është një lloj heroji asaj treve, një personalitet. Dematët e kanë origjinën te kjo derë. Demat quhen, jo Demët. Jo, Demat. Demat, shumë bukur kjo. Mbiemri Demi është shumë popullor, po sepse është mbiemri një lagje, siç është mbiemri Seiko, dy lagjet kryesore të Filatit, por jo të gjithë ata që kanë mbiemrin Demi janë nga kjo rrej. Foto tjetër? Kjo është refugjatët demokrat grek, domethënë kjo është shumë e bukur. 600 thot, të cilët numri i tyre më të pleqë grafat që kanë nga hyrë këtu thot, por ajo që është çike turshme kjo, domethënë çfarë shkruan? Çelnikët thot, ata e kësaj popullate është nomadësh, se kanë heqë mirë që e ka prishur vet atë, poshtë lart pas aktive pa një organizim, domethënë pas pronës domethënë. Kjo është nuk e di se kjo mund të jetë pak e shkëputur nga konteksti, por ajo që ju shihni që janë aq të lodhur, ata kanë qenë gjithë njerëz të pasur. Po 600 frymë. Dhe ata rrin pas atyre do pa ishte pasuri. Po për shembull është një paradoks, ne kemi pasur kushëririn ton i cili ishte pronar i madh Delesh. Dhe erdhi me gati 1000 kokë bakti në lushnje. Po pra ja kjo. Dhe e shpallën kulak. Ishte edhe refugjat dhe kulak. Ja morën gjithë. Ja pra ja kjo tregon këtë. Foto tjetër. Tani këtu se jemi në fund se kemi kaluar xho limit, po unë po kënaqem dhe aq shumë. Tani një përcaktim për qeverinë e zotit Rama? Në qeveria në përgjithësi. Ja pra kjo. Ti po duash edhe çati bë. Domethënë jo, te kjo lloj qeverie, domethënë ka disa personalitete, të cilat është fat i madh që i kemi qeveri. Kë për shembull? Po fjala vjen ministri i shëndetësisë, Toni Gogu, Ferit Hoxha, ministri i jashtëm, ish profesor i frëngjishtesh. A ka frëngjishtë? Po. Dhe ka qenë i burr i jashtëzakonshëm. Ai është arsyeja, ai dhe Kolin Gjoka janë arsyeja që nisi lëvizja në universitetin ton. Po jo, a diti thotë Edi Ramës, jo ai, po mirë kështu djali mirë, burri mirë, okay. Tani unë i njoh këto që përmenda, i njoh në raport të drejt për drejt, Mirela ose Blendi. Unë nuk e di se si raportohen me atë zotrin atje lart. Ajo është prova. Unë nuk, mua kjo qeveri më duket shumë cilësore, nuk kam ndonjë problem unë me këtë qeveri. Po kush më duket cilësor? Mos më duket, domethënë këtu po instalohet regjim prej vitesh. Por problemi i madh është që shqiptarët nuk gjejnë forca lëvizëse që kjo qeveri t'i ketë frikë. Pra, shumë shpesh ne jemi nga skandali në skandal dhe qeveria nuk ka askënd frikë sepse askush nga elementët
që kemi në sot në skakjerën politike nuk e vën lëvizje i qeverinë. Dhe mos haro që me bashkëpunimin shumë të fortë opozitës, kjo qeveri ka prodhu ligjin më të pafavorshëm elektoral për të sjellë ndryshim. Bashkëpunim me opozitën, ëh? Po. Bashkëpunim të ngushtë me opozitën. Të ngushtë me opozitën. Foto tjetër, ja, kjo do jetë e opozitës, kam përshtypjen? Ja, kjo është opozita. Keli, ti ke qenë dhe nuk e ke mohuar dhe është një nga meritat e tuaj që bindet e tu asnjëherë si ke fshehur, bindet e tu asnjëherë si ke mbajtur për vete. Po si ka mundësi mo Keli që në vitin 2026 ne të kemi një opozitë kaq të dobët, domethënë se ore e ka fajin Sali Berisha, thon, prapë mua s'm del llogaria, se tani çdo gjë nuk e ka Sali Berisha faj. Tani ka ndonjëherë aty i thot, pritore se kemi një problem? Jo, ka ndodhur një gjë e frikshme me politikën shqiptare, domethënë është shkatruar një klasë politike e tërë. Dhe politikani nuk është një gjë që ti e mbin në vazo si eksperimenti fasules që bënim ne kur ishim në shkollë 8 vjeçare. Politikani ka nevojë për eksperiencë dhe është një zanat që ti e mëson me vite të tëra. Sali Berisha do ngjelet në pikpamjen personale timen, një njeri, unë nuk e kam pas mik Sali Berisha asnjëherë. Di. Por do ngjelet një njeri për cilin unë kam një lloj dobësie njerëzore të veçantë. Domethënë, edhe doktori e di këtë gjë. Por sot ai është duke drejtu dhe këtu do më ndjej sepse do flas me gjuhën e gazetarisë viteve 30, një çet të pazotësh. Dhe ai është kryetari i kësaj çete. PD-ja ose opozita, po themi, ka nevojë që të jetë e sinqert me njerëzit dhe mbi të gjitha ka nevojë që të ketë besueshmëri në popull. Një pjesë e mirë e këtyre njerëzve janë njerëz që vinë ose janë të pasur ose vinë nga shtresa të pasura, pra kanë shumë me humb në përballje me regjimin. Në vitin 90 kur ne merreshim me këtë punë, me duar në xhep, ne ishim gjithë ca njerëz të parëndësishëm, anonim, por kishim një dëshirë shumë të madhe, vetë Sali Berisha ishte i tillë, për të sjellë ndryshim. Unë e vënd në dyshim që aty ka njerëz që kanë dëshirë shumë të madhe për të sjellë ndryshimin. Por kanë dëshirë shumë të madhe për të qëndruar në opozitë dhe për të mbajtur atë pushtet që t'jep opozita. Pra për të mbajtur sinorin e tyre. Sa kohë jemi unë te sinori im, ti te sinori jot, mu më duket shumë e vështirë që gjërat të ndryshojnë. Aq më tepër që këta mirë apo keq, me Sali Berishën atje, 27% deri në 30% kanë për t'i marrë gjithë jetën. Prandaj, shumë prej tyre do vazhdojnë të jenë aktorë të politikës. Kjo është kështu shkatrimtare fare kjo që the. Unë thash një gjë që mendoj, domethënë, sigurisht, po është e rëndë thënë. Ndoshta një nga arsyet që nuk dal në televizor të flas për politikën, është sepse nuk dua të bëj fatalistin dhe nuk dua që unë dua ta kem gabim. Prandaj nuk i shpalos idetë e mia, sepse them me siguri jam unë gabim. Por Sali Berishën ta shpreha që është do mbetet tek unë ai person që ndoshta në periudhën moderne ka qenë kryeministri më i mirë i Shqipërisë. Foto tjetër? Po. Zot kemi? Folëm për Berishën. Foto tjetër, nuk e di nëse keni. Një përcaktim për SPAK. Unë mendoj që nuk janë fair. Ishin të pandëshkueshëm dhe janë të ndëshkueshëm tani? Janë të ndëshkueshëm, por unë mendoj një gjë që unë uroj mos kem punë me këta dhe s'kam arsye pse të kem. Po ti pse të kesh punë? Por një gjë që unë nuk e vlerësoj tek këta njerëz është gjyqi popullor që kanë bërë për çdo që këta kanë dash. Raporti tejet agresiv në publik që këta kanë pas me çdo kënd që kanë akuzuar nga shtresa politike, ku ne kemi marrë vesh se sa të linta i ka ble gruaja filonit apo shkonte
gruaja me filan burrë apo të tjera, më duket një nga gjërat me reminiscencën më të madhe nga periudha e komunizmit, kur bëi drejtësi me Frontin Demokratik Lagjes. Nuk futem në meritën e punës asnjërit prej tyre, pavarësisht se shoh aty emra që vinë drejt për drejt nga koha e diktaturës, por gjithsesi, nëse nuk do kishin bërë gjyqin popullor që kanë bërë nëpërmjet disa përcjellësave mediatik, do kishin një respekt shumë të madh për mua. Pjesa tjetër është pjesë që as varet për meje, as unë kam në gjë në dorë, por do më pëlqente drejtësi e cila nuk cënon jetët personale të njerëzve. Këtu ne jemi të pamëshirshëm, ne këtu nuk flas më për ta. Flas për shqiptarin ndaj shqiptarit. Ne po të pam keq. Ne përjetojmë, përveç asaj, ne përjetojmë një lloj ngazëllimi dhe një lloj lumturie që unë kam pa vetëm kohën të diktaturës kur bëheshin gjyqet nëpër kinemara. Këta po bëjnë gjyqe të ngjashme. Për këtë ka ardhur më shumë për Ilir Metën, Sali Berishën apo për Erion Velin? Jo, më ka ardhur keq për Sali Berishën. Më ka ardhur keq për Ilir Metën. Sepse po për Erion Velin? Për Erion Velin ka ardhur shumë më tepër keq. Sepse është një njeri i cili nuk ka qenë asnjëherë në llogarin time politike. Unë e njoh shumë nga afër, por kemi qenë gjithkohës në llogaret kundërshtare. Ati ti kanë shkatruar shtëpinë. Familjen. Do thoni ju që politika që ata prodhon, ku me protagonist ka qenë edhe vetë Erion Veliaj, ka sjell efekte të tilla në momente të caktuara dhe ndaj tjerëve. Di që unë nuk kam mbyll gojën kur këta e bënin këtë gjë. Ndërsa në rastin e Erion Velis e kam pas gati të pamundur, sepse fillonte goditja e përqendruar edhe në ndaj personave të dytë ose ndaj personave të tretë. Për herë të parë kam rindjer presionin e biografisë. Në rastin e kësaj lloji drejtësie. Por më vjen keq edhe për Monika Kryemalli. Edhe për Monikën? Më vjen keq edhe për Belinda Ballukun. Edhe për Belindën të vjen keq? Po nuk më vjen keq, sepse këtu me siguri do keq kuptohem dhe me siguri do fillojnë këta nuk marr përsipër veprën. Kupton? Këta mund të kenë qenë pjesë njerëzore. Por ti nuk ke pse të ngatrohesh me fëmijët, me gratë, me burrat, me kalamajt, të cilët janë jashtë historie. Nëse Belinda Balluku ka bërë historinë e 300 apartamenteve, ku e di unë e tjera, pse duhet ta gjykoj përpara një emision televiziv? Nëse gruaja e Erion Velis ka bërë evazion fiskal, se për këtë akuzohet, apo jo? Po. Që ka blerë rekuizita, roba, ne këtej. Pse ne duhet mësojmë shijet e tyre për jetën? Domethënë, duhet flasin për familjarët, për vllajën, për motrën, për ku e di unë se çfarë, domethënë. Dhe më vjen keq edhe për shumë njerëz, për Ilir Beqi më vjen keq, që s'kam pikën e respektit. Por janë njerëz të cilët ne ju a kemi bërë gjyqin televizor. Çfarë ndryshimi? Unë pyetje kam, i thjesht një pyetje. Çfarë ndryshimi ka gjyqi që kanë pas bë te kinemaja për Andrea Markon, futbollisti jashtëzakonshëm, që vinte baste, në krahasim me gjyqin që po i bëjnë sot Erion Velis. Më thuajtë mu çfarë ndryshimi ka? Dhe kjo është metodologji e komunizmit. Tu po i bëj herojnë këta, se do të kisha bërë krahasimin me gjyqin e klerikëve, po jo, nuk e bëj ato. Po me ato viteve 80. Me Andrea Markon. Viteve 80. Çka kishte bë Andrea Markon? Vite baste, kishte bë loto private. E mbani mend gjyqin e kinema Partizani që ishin me artopalante me tjetër. Kanë terrorizuar atëre qytetin ata. Çfarë ndryshimi ka sot nga ky lloj gjyqi që bëjmë ne edhe dalim në televizor, domethënë. Pra, nuk është se këta i dua politikisht. Shumë prej tyre i neveris politikisht. Po pjesa njerëzore. Por të gjithë kanë të drejtën
e një lloj privacy, nuk po them për prezumimin e pafajësisë e tjera. Nuk po shkoj dot deri këtu. Po si mund të marrësh ti një burr si Sali Berisha dhe ta mbash një vit e ca në burg dhe në shtëpi dhe mbasi e liron ti pse u liron? Pse s'vazhdoi të ri? Për shembull, të kujtohen ty videot që jepnin doktorin që bënte hapa në filmime në Tarac, që na duke edhe kështu si i marrosur etj. Ku mund të shkojë kjo fantazia deri këtu do? Ç'punë kemi ne me klubin Partizani që tani dim edhe metrat katror etj me Abri Maltezi që kishte pronë vet. E ç'punë mund të kemi me plot njerëz të tjerë të cilët kanë rënë viktim, Lefter Koka. Po ne mësuam gjithçka për jetën e Lefter Kokës. Sa herë dilte në një gjë e re nga plerat e hate 3 vjet më shumë Lefteri. Domthon, a e kupton domthon që këta do jenë ndoshta njerëz më të respektuar në botë. Por këta të bëjnë zanat në tyre. Pra, ajo që është materiali timi është materiali timi. Nuk i bëjmë në gjyqin përpara që kur shkojmë në gjyq, ne kemi dënuar atë, pastaj bëjmë një dënim formal, por ama në popull ka një dëshirë të madhe që këta të dënohen. Dhe këtu ka një problem shumë të madh me shqiptarët. Që ka njëherë mendoj që janë njerëz shumë qi. Se gëzojnë që dikush po shkon keq e më keq. Ndërkohë që nuk gëzojmë për të ndërtuar një të ardhme dhe për të ndërtuar një lloj suksesi. Ta do thonë shumë mirë dhe ata që do më shajnë mua tani dhe do më mallkojnë, do thonë që ata janë hajdut, kriminalë etj. Ndoshta kanë drejtë. Janë hajdut, kriminalë etj. Por ndoshta kanë të drejtën e një mbrojtjeje. Dhe këtë ta jep vetëm procesi i drejtë gjyqësor. Dhe thot njëri që kur në jetën e vet nuk ka votu për këta që përmenda përveç se për Sali Berisha.